Në kuadër të projektit i cili ka për qëllim rehabilitimin e disa prej hapësirave të gjelbëruara në qytet, Bashkia e Vlorës ka nisur tashmë një tjetër projekt. Krahas 4 lulishteve të cilat po rehabilitohen me fondet e Bashkisë së Vlorës, por punimet po kryen nga një firmë private, një tjetër hapësirë e gjelbër po shkon drejt transformimit. Bëhet fjalë për sheshin i cili ndodhet në lagjen Dëshmorët, ku ka nisur puna nga punonjësit e Bashkisë së Vlorës për ta rehabilituar atë në total. Do t'jetë një projekt i ngjashëm me sheshin përpara filialit qendror të Postës Shqiptare, që do të realizohet në lagjen Dëshmorët. Fillimisht do të bëhet sistemimi të gjithë trotuarve, si dhe rehabilitimi i territorit përreth, vendosje të pllakave të reja të trotuarit në të gjithë gjatësinë e tij dhe jo vetëm, por nuk do të mungojnë as ndarjet për hapësirat e gjelbëruara. Në konceptimin e projektit do të jenë disa lulishte të vogla, të cilat do të krijojnë në të gjithë territorin. Kjo për shkak edhe të projektit i cili krahas rehabilitimit parashikon edhe shtimin e hapësirave të gjelbëruara në qytet. Pasi të mbarojë rehabilitimi i territorit e njëkohësisht ndarja e hapësirave të gjelbëruara, do të nisë në to mbjellja e bimësisë së gjelbër dhe pemëve të reja. Por sipas projektit, është parashikuar që gjithashtu aty të ketë edhe vendosje të stolave shlodhës për ta kthyer në një ambient të favorshëm për shlodhjen e banorëve të zonës, por jo vetëm. Siç mësohet, në këtë projekt të radhës do të ketë po ashtu edhe vendosje të sistemit të ndriçimit rrugor, në mënyrë që ajo të jetë funksionale edhe për gjatë orëve të mbrëmjes. Puna për realizimin e saj pritet të përfundojnë brenda muajit maj. Sipas afateve, nisja zyrtare e sezonit veror në datën 14 maj do ta gjejë projektin gati.